cilat janë moshat që paraqiten tek ju më të prekura? Zakonisht janë moshat e reja seksualisht aktive, do më thënë të rinjt nga mosha 18 deri në 27 apo 30 vjeç, që kanë më shumë kontakte seksuale dhe kanë më shumë jetë aktive dhe që më shumë ndërrojnë partner, kanë edhe një mënyrë jetese një çik më të liruar se sa personat më adult. Por hasën gjithsesi shifen edhe në personat mbi 35 dhe 45 vjeç. Është ky faktori kyç që na bën të bëjmë më shumë infeksione seksualisht transmetueshme, ndrimi i shumë partnerëve? Kjo është kryesorja, do me thënë, mënyra më e shpesh, duke qenë se janë seksualisht të transmetueshme, ato përhapen më shumë nëpërmjet marrëdhënieve seksuale dhe ajo që favorizon më shumë është mospërdorimi i prezervativëve dhe ndërrimi i partnerëve. Ndërrimi i partnerëve apo të paturit njëkohësisht të disa partnerëve. Qoftë nga ana e vajzave, qoftë edhe nga ana e djemve. Pra preken të dyja gjinit nga këto sëmundje, nuk është se kemi një dallim. Mashkulli në përgjithësi ka tjetër klinik dhe transmeton gjithmonë ke partnerja, femra ka tjetër klinik nga sëmundja. Por gjithsesi ato kalojnë nga njëri tjetrit dhe mbahen, po ashtu mbahen, le të themi gjallë apo ri-infektohen në vazhdimësitë në jetës së tyre nëpërmjet njëri tjetrit me efektin ping-pong.